Tronditse, një 53 vjeçari gjendet e pajet në garazh. Një ngjarje e rëndë është shënuar në fshatin Grecalli, ku një 53 vjeçare është gjetur pa shenja jete në garazhin e banesës së saj. Viktima dyshohet se i ka dhënë fund jetës përmes vetvarjes. Familjarët kanë qenë të parët që kanë zbuluar trupin, ndërsa në vend ngjarje ndodhet grupi hetimor i cili po punon për të sqaruar rrethanat e ngjarjes. Njoftim: Fier, informacion paraprak. Në fshatin Grecalli, Fier është gjetur e pajet nga familjarët në garazhin e banesës së saj, shtetësja MŠ, 53 vjeçe, e cila dyshohet se është vetvarur. Grupi hetimor po punon për zbardhjen e rrethanave të këtij rasti. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.